Profesori, ju punoni nëse të gaboj në Spitalin Amerikan numër 3 në Tiranë? Po, aktualisht. Mbas para 2 vjetësh kam ik nga jam tërheq për arsye sepse janë disa limite që nuk desha me vënë në vështirësi administratën, pavarësisht nga i herë, domethënë ata që po ka disa gjëra që pastaj kupton që i bësh pengesë jo për veten time, po mund t'i bësh aty për të marrë masa administrative për të tjerët, se thon pse le atë, pse s'mlemu. Edhe duke kuptuar këtë thash sa t'i vej ata që janë dashamirës në pozitat vështira duhet me kuptuar njeriu pastaj. Dhe kam ik me dorëheqje, domethënë që s'para bën shumë vaki në mjekësi me hik me dorëheqje. E vërtet. Profesor, në faqet të spitalit përshkruhet se do thotë në neurokirurgji zhvillohen afërsisht 500 procedura intervenimi çdo vit. Po. Mos harrojmë se ju jeni shumë të preferuar edhe nga pacientët prej Kosovës. Këtë dim, doktor, edhe nëse mohani ju, unë i thash se faktet janë kokëforta dhe e di që ju jeni shumë të kërkuar edhe prej kosovarëve. Deshta pak klinik me bisedu se çfarë shërbime ofrohen në ta qyr raportin e neurokirurgjisë në Spitalin Amerikan, disa të dhëna të reja lidhur me përdorimin e dhomave hibride e konkultuese apo biplan, dhomat e operacionit. Deshta më një pyet për në çfarë raste aplikohen apo kur përdoren këto dhoma, cilat janë avantazhet e një dhomë të tillë. Tash për sa i përket aty në numrave të operacion, ato janë për arsye sepse ekipi që kemi ne aty në Spitalin Amerikan kanë, domethënë i plotson të gjithë si thosh gamën e operacioneve, duke bërë ato që janë mini invazive. Përveç, domethënë ndonjëherë në rrezatimi të veçantë siç janë Gamma Knife, X Knife ose ZAP, që janë teknologjitë e reja. Ato kryen po ashtu? Jo, vetëm ato nuk kryen. Pra kryhen rrezatimet, po jo këto që janë Gamma Knife, ZAP dhe CyberKnife. Këto treja nuk bëhen, janë ato që quhen rrezatimet në 2 cm. Për sa i përket operacioneve që vijnë, janë zakonisht raste të vështira, raste që kanë nevojë për ekspertizë të gjatë. Për shembull, është një lloj anomalie e nergjakut që mund të vijë 1 në 1,5 milion, 1 në 2 milion në vit. Natyrisht që ato operoj si rast që vjen nga Kosova, si rast që vjen nga Shqipëria. Unë i operoj sepse kam bërë eksperiencën. Edhe natyrisht që kur të bësh si më thënë, 60 raste, i thonë 30 vjet punë. 30 vjet eksperiencë në atë. Natyrisht që do vi një kohë që do të vi një dikush që të marrë atë stafetën, merret vesh ajo. Por gjithsesi, kur e ke eksperiencën dhe e ke, nuk mund t'ja refuzosh dikujt. Atë eksperiencë i ke. Sepse pastaj bësh edhe kështu, se më ndodh më shumë që vjen nga Tirana, ikën në Athinë dhe i shkon i thonë ai Athinës, jo thot në shko të ta bësh se ke atje në Tiranë. Për shembull, se ka ndodhur, nuk është edhe jo se ka ndodhur para 10 vjetësh, por ka ndodhur dje par dje, si më thënë. Ik se ke atje. Për shembull, se shkon në Gjermani, për shembull, atje dhe i thot për këtë, thot unë nuk ta marr për sipër. Si ishte një, për shembull, i fundit që ishte nga Durrësi me atë, unë nuk ta marr për sipër, ik se ke filanin që ka eksperiencë, se është punë që kishe bën numrat. Do të jesh kirurgun që ka bën numrat. Unë nuk ta marr për sipër. Kështu që në këto raste janë që vinë edhe nga Kosova, që vinë edhe nga Maqedonia, që vinë edhe nga Shqipëria edhe nga Malizi. Pra këto që bëjnë, sepse edhe kam edhe teknologjinë edhe grupin e këtyne që quhen
intervencionistëve, ato që përmendët ju, që janë sallat hibride, ne nuk e kemi sallën hibride, po e kemi, hibride që na ndan vetëm një korridor, nuk i kemi brenda një salle.